Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni vizituar për gaming dhe mirë se keni ardhur me një video të kanali Gjome FC Mobile. Jemi tu bro. Deri tani bro, kemi arritur 1.24 subscriber mos e gabojm sepse nuk e di dhe jemi shumë afër që I bie 1444 subscribers jam. Ju lutem çfarë bro, jemi shumë afër, mund të them, jo dash afër sepse duhet dhe nga 600 e ca suba, por pse mos e bim bro, kemi verën para, kemi 3 muaj verë dhe tani 6 muaj kemi kohë. Kështu bro, para se të vinte vera, behari domethënë, ndërtë në torti bëti bënim një 2k, e di shrutim shmikat, po kur mos e kur bro, kështu thosha edhe për një k dhe vajta. Okej bro, të rikthehemi tani këtu në temën e FIFA-s bro, nuk e keni dim bro, kam mbledhur gjithsej 20 draft, por nuk hap drafta tani bro, nuk hap sepse do hap te week 2 drafta me nga 10. Domethënë, do 2 herë do hap me 10 drafta, dhe ato më bie një rezultat I mirë. Në këtë video bro, do bëjmë të kapet edhe arsyeja është I të shkojmë FC Champion me 10 ylla, sepse jemi bro shumë dobët legjendari 4, sa na u bëre fresh sezoni, domethënë që na dha ato FIFA, nuk e kam prekur shumë dorë ato gjëra tu. Kjo ishte shumë e mirë bro, I mora ato 3 draftat. Shumë gjë e mirë, chapter 2 shi këtu, e chapter 1 shi bro. Edhe GG, shumë mirë është bro. Këto bro për ju që doni të mbyshni të ylla të merrni këtë në fund, sepse duhet I bëni këto me 3 ylla. Jo them rrugtimin bro. Duhet të merrni këtë në fillim, këtë, pastaj këtë, pastaj të bëni këtë me flip card, këtë pastaj edhe këtë në fund. Por ju I ndihmuar bro, sepse edhe unë dikush e zbulova nga angleza, mëse një youtuber komplet I jashtëm, e kish bërë një si tutorial. Mëse filloni që nga kjo këtu, esni drejt, zgjidhni këtë në fund, prapë drejt bro, dhe në fund kapet këtë dhe e mbarave të ushtuan një yll. Kjo është bro. Tani do fillojmë me një head to head, thjesht do të ndihmoj edhe juve për të. Edhe ekipi I bro nuk është se kam bërë në ndryshim, por kam marrë dorgun. I vetmi ndryshim që po pres është të enjte, me kismet e bërë të enjte, është e hënë sot të martë e mërkur për të pas 2 ditë, është po pres të hap, është da hapi një video bro, nëse doni ju ta bëni një video, I bie të hap 2 herë me nga 10 drafta që I bie të harxoj 20 drafta, që janë goxha shumë sa I bie 20 drafta, nuk e di po ta shumë zoni, mund të bie një 60.000 diamante, kam shpenzuar një 60.000 diamante bro. Plus ja kemi të me Romanin, okej, kjo pas atakun e mirë bro, për legjendari 4 kundërshtari I fortë, nuk është kundërshtari I dobët. Presim bro të do downloading që të fillin ndeshja. Ja bro, sa të mia janë për flak fare tani. Me thënë drejtën, lojtari që duhet të heq nga ekipi është personalisht që mendoj unë është Hazardi, pas Hazardi vin Komani, edhe pas okej, Stoichkov, ky po mbie Buffoni në port. Bro, është normal bro. Bro, të kesh Buffoni në port. Apo tallet kjo bro, Buffoni në port. Ajo bro, po çali FC Champion me tilla të vetëm. Nuk ka shanse. Në njëse bro, nëse kundërshtari është I dobët dhe vetëm portieri I mirë, atëre s'ka të bide portieri bro. Pa që do zoti arrim golin të parën. Zamorano. Bro. Po ky është Buffoni bro, ky është nga Buffoni, hëngri golin direkt. Nëse nuk të ta nervosojmë bro, sepse loja sa filloi, mund të ndodhi, por për mua është shumë mirë bro, le të vazhdojmë kështu. Ajo, filloi Lozimir. Nuk e di bro, ka Estevao ka një kod të Fesi Futures, po atë Estevao në emi të Future Stars, po ka të janë kukt bro. Ka për shok. Oh! Ç'a po bën o pall? Ç'a po bën? Oh! Kush është ky muti jo vlla? Me flok të gjata, kush I bie tjetër? Nesta vlla. Pirlo legjeni mutit, po I keni me sfush, ç'a po bën o vlla? O Pirlo, ja bro 1-1 për fajin e Pirlos normal. Nuk I rinte dot këma Pirlos pa ka për topin ta linte aty. Nëse bro varja. Ç'a ti bësh Pirlos? E si Gervinho, cet. Kemi një vestim me kompaninë e kalojnë bukur. Gervinho, sa super lojtari ky Gervinho bro. Vin gol 2-1, super loj kjo, po më pëlqen shumë ndeshja. Përsëri bro, Gervinho nuk ndalet, Bergvalli. Fuck. Bravo, hajde Zamorano. Me Gervinho. Bukur Gervinho, Zamorano, çfarë nxjerrje të topit. Zamorano goditja, çfarë të këndji bro. Nuk ka. Imagjinoni dhe Gianluigi Buffon nuk I kap dot predat e ekipit tim. Për momentin sulmi im është top 1 bro, top 1 është. Edhe Hazardi është shumë I fortë, ja bro, ç'a lëvizje. Hajde për Kylian Mbappé, ç'a pasi ka. Mbappé goditja. Bro, do zoti I madh nuk del nga ndeshja kundërshtari. Bravo.
sepse nuk e kemi deri minuta 28 dalin nga loja dhe shumë e mërzitshme se ky po degenerohet bro. Kështu që po them mos i jap shumë gaz lojës sepse ky do dali. Pelos pak më qet, unë e fitova lojën bro. Nuk i diet, bën një comeback. Bro, nuk e di që ka ndodhur një Juve për mua në scouting camp, nga që po mund sa njërin 5-1. I bra 2 o 3 autogola kot fare dhe i gjeni qa bro. Më nxori FIFA nga loja, ma bëri forfiti dhe ja dha ati fitores. Kështu një që do bëja mirë unë adhjo FIFA fare. Okej bro, ja na bëri gol 4-2, mendoj se nuk duhet ja fal lojën se nuk i dihet se qa po bën. Më bën 2 gola kot dhe se mund budallaj që ja la lojën vet. A dhe bëta marrin pak seriozisht bro se nuk i dihet se qa ndodh. Letën dalin nga loja, vari lesh bro, vari lesh. Nuk i dihet në kushton dhe fitoren. Në kushton lesh bro, sa e let. O bro, nuk e kuptoj bro, të kesh Buffonin, e kam thënë bro dhe do ta them. Lojtarët kot ju bien lojtarë të papar. Ata që zin të lojnë në FIFA, ju bien lojtarë të fortë në pak. Si mund të bëri Buffoni një personi që nuk di të lozi me të? Shumë për çfarë vaj lash bro. I bën golat ekipin bro si kur jetë pa portier fare. Ça pasash bro. Kilian, shi qatë degenerimi i bëm apea bro, nuk ndalet. Ja, kështu duhet lozi Buffoni. Po kështu të lozur mos anë se 2 gola maksimumi, bro, taj 5 gola ose 6 tani. Ke 5. Hajde Ziko. Ja, nziva jetën zrise. Yes, dhe gol me LB biles bro, e degeneruan fare. Okej, me sa po shohim ky s'ka në mund të dalë kështu që shish zotit. Urë të pëlqej këndesha bërë shish për shpartalloj këtë. Bravo bro, jo, nuk e ish. Bro, pa prej ta provoj që këtë dorgun. Bro. Pita nëzit top një ndire jash bro. Ake GG. Do provoj pak të dorgun se si është bro se... Mos më si su fut në fush. Si su fut o vla. Fuck. Se ta bigol është më mirë për vari lesht. Ta bigol është perfekt për bet video shumë e bukur. E bëri në ziu jetën 6-3 bro. Pas atë se vaun 6-3 loja bro, nuk e di. Mos që su fut. Nuk e di në që se keni pa ndeshje me 9 gola. Ja bro, kjo është super loj. Ja dhe dorgu bro. I mi duket, ka pejse madh kjo. Ec boli ec. Qa kalimi bro, dorgu me fines. Qa goli bro. Sa më pëlqen ko karta feature stars bro, për zotin. Super gol bro, plus një ndeshje, plus një gol me lojtarin ton të ri, në i qofë se mu të qyë lojtari ri si gati se vaj fare. Të kundërshtarin bro, për degenerojnë fare 7-3. Sikur ti jesh bro në amatur ose semi pro, jo në legendari 4. Se e di bro, legendari 4 është pak e vështirë, nuk është aq e lehtë sa po duket, po ndoshta që janë kaq fort. E vjen ka bro. Nuk po e mbor shumë vetë. Estevao. A dhe kujdes bro 74 do ishte pa par. Jo. A dhe si me dorgun të mape, me mapen këtu para. Dorgu, bro, ky dorgu shumë nga i fort, wow. Nxiu jetën bro ja. Ti kanë zirë jetën dorgu bro. 2 gola, 8-3. Në, bro, s'ka shans. E bra, atë bro që të gëzët pak se i nziva jetën. Bro. Shumë mirë këtë dorgu, nuk mund të them që shka. Dhe aprovej dhe një loj, bro, si thonë li ta aprovej të loja arqme. Estevao. Estevao. Ka degeneruar Risen. Bro, 8-4. Bro, a mund të më komentoni, a është normal kjo loja, do da bëti screenshot, bro. A është normal një ndeshje e tillë? Nuk ka shanse. Nuk ka shanse o bro. 12 gola. Bro, super loj, për zotin super loj. Nuk ma prise mund të dilja me di këkash rezultat të thellë, bro. Sepse nuk është se rava 8-0. Dhe ky brava mi bëri 4 gola, nuk është se noob. Edhe pse marri 8 gola la çiksi nam shumë për. Nëse pa i lesht. Shumë e bukur loja me thënë drejtën, po ja bën një screenshot bro në fundi. 10 goditje bro e papara. Edhe pse jo ta provoj të dorgun për Matej. Legendari 3 bro, e rita rankun shish zotit edhe që në kupa. 2000 në kupa e kam bërë pa 1900, nuk e di sa i kam bërë për nese. Shumë mirimi tuk e vazhduar. Ja bro, kjo më pëlqen shumë që e qënë direkt e ekipi jot këtu, o fap. E fap dorgu. Overja nuk nga ullet, thjesht për qef ullet e dorgu, në.
Edhe njerë bro, bëni një like, një subscribe të video të vemi sa më shpejt 2K. Edhe presim të gjemi oponent. Ta shkëm që të shatrojme edhe këtë tjetëri. Kjo me Rafinha do na bëha pra probleme me mbrojtje, por e shohim bro, se kë Rafinha ka njerë. Që se ka Rafinha u Totit do jetë një problemi i madh bro, se imagjino dhe i Totit është problemi më i u Totit. E presim. Oke, ky që nga i fort na sulmi dhe sulmi më ka rënë me na një, më ka rënë shumë për alt prap. S'ka problem. Më duket bërë se ka një Rafinha të mirë boti, se e pa shumë të lartë. Hajde shumë bro, hajde se e di me kifitin bro, kjo është. Preshim të tijen tani. Okej, bro, Lamine Yamal Rivaldo Rafinha. Si mund të ndërë Rivaldo dhe Lamine Yamal, no bro. E bërë ma bërë një Allah, pomba, 4-8 mos. Jo bro, më duke se nuk duhet isha talër. Duhet të fusë hazardin bro. Na bro, kjo nga prova, unë u tolla kot me dorë kun që e futan dhe. Na bro. Bravo, super në hyke Risa, kunde kush e bëri, po Risa më duhet. Gervinho, e se kam fajnu bro. Kam fajnu që është tipa, ama bro ishe gol. Në moment të fundit e kapi. Të zona bi problem këj bro, imaginor Rafinha po na bën problemi, imaginor Rivaldo me Lamine Yamal. No bro, po kape sa dobet për Gervinho për zotin, të ishte në kaluar lutë shumë bukur. Atë e për të lutin seriozi se mund të matë 8-4 po. Se më thënë të talën të rapin. Vjera, ja bro, e Vjera në biles. Po full me ikona bro, ja. Ja bro, raketo, qa pa bën kjo portieri mo. Ziu jetë në qa goli kam grëm pa e ndjerë fare i ku goli direkt. Lamine Yamal tu bro. Edhe 1-2, e zdorgu. E zdorgu shumë nga pensionisë o shok. Pëllësit edhe ti, bravo, raket dhe Mapea. Një. Shumë i fort kjo Mapea bro, në ndeshje të më dha është, nuk bën gol, si mund të thorë që është duket, mos të dlozi mirë. Aty është në ndeshje të më dha dhe të vogla gjithashtu. Kape, Mapea. Bravo, thash bro, Mapea është spektakular si lojtar. Hajde, Oziko, bravo, bro, Mapea për lusë shumë bukur. Zamorano nuk duhet ta fali bro, se është shumë i fort, për do i bin si kështu, dhe me Zikon pap. 2-1 kombak, shpejt. Super kombak i kemi bro. Ky është oponent i fort, dhe bilet sa mendojmë që është dhe i mirë. Të duket që kur bërë, me byth, bravo, Rise. Më dhe liri bro. Hey, bro, what? Fallo, shok. Bravo, Nesta, në fund. Hajde dërgu. Bro, shumë ka bim brej që u tala, Kjo duket full serios. Bravo, Nesta, po. Po si penalti jo. Si penalti jo, bro, nuk e ka pa fare, thjesht osha topin. Iko t'jefsh arbitrin. Iko, bro, nuk ka shansë, sa shkë skript i mund t'i t'këshu. Unë thjesht i osha topit kjo boss i jep fall, i 10 rasën, penalti fall njërë. Nuk ishte i kjo, i theu shafën, qaj ka bërë baklipo, bro. Shio, bro, qanë dërshyrje, po këto nuk janë që kupton, letë i beri me ko Gervinho, edhe si kujto vdesi në fush. Dhe i thonë gjallu nga shpet, riktheu prap në bot, se sësh, po kurse, kur lojtari ti bën thjesht një dive, ose bje vet, dhe as nuk e ka pa fare, as nuk i ra fare lojtari, penalti, miqës not kushin. Jo, bro, shumë fucked up jo FIFA. Hajde mbajrë të Yamalin tani, ndez. Ikot, bro, se po ja dhjes mund të, ikot dhe bësh gol ti, het djefsha. Hajde Raja, i pjo thjesht let topin, hajde se eri Yamal, legeni, hajde bravo Nesa. Ziko, të dorgu jepi, të djefsha kap kuti në byth. S'ka ma pësira, bro, bravo Mapea, bukur tani, bukur. Pirlo, Gervinho këtu, Gervinho tek Zikoja. Ziko të Gervinho, sa, mund ta kishte stopuar në para, po se la topin të ese para, do ta kishte stopuar, ta kishte goditur. Si është eci, bro, dhe la topin shumë para, bro, shumë kabim i madh. S'pa më pëlqen kjo Gervinho të ndesh, ja. Shio, bro, qa pasi, iko, bro. Ikse për janë djes. Shumë e dobet, bro, kjo loja. Dhe kretë fajnë kjo Gervinho e ka. Kam bërë më të shumë të rasave, bro, nuk du të humbja vetëm fitore, kam 5 fitore resht.
Shi qa bën Zamorano, bro, nuk ka lojtar të mirë në ndeshje të forta, vetëm Apea. Bravo Kunde, edhe njerë, bravo. O, dha, qa po bën ky pilu, a mund ta tjo, bro, sa të vështira ka të sopo shtopin. Bravo Ziko, shtyni para. Dil Mape. Qa po ndodh, dha, shumë dobët. Se kam fajn fare unë njerë, bro, unë jap një pas shumë të ullët pilo vete e 10 se sopo ndo topin. Ta të dërgu. Bravo, nëzija Mape sani, Mape. E Gervinho bese, ke 10 të lojën, bravo. Bravo, në fund Gervinho, është qyre fështaq, bravo. E regulloj gabimin me thëndetën. Ate 3-3 bro, barazim nuk do të mullet asylli asgjë bro, se jemi legendari, nuk kemi fëtë champion me 10 yda, mos anis këshu. Se ndeshje par vajti perfekt. Bro, fuck, ka shumë të mirësur mi mund ti. Jo, i tha shumë apsira. Iko, bro. Sa ti bësha, bro. Bro, kja portieri njëra nuk e di sa ka kuj David Raja shumë fucked up. Të dyja ndeshjet bro kam përsuar 4 gola, por nuk jam ndirë ndeshjen e parë sepse fitova, kurse tani prap 4 gola të përsuara. Problem bro, shumë problem. Problem shumë i madh me të David Raja sepse nuk kam fjalë. Okej bro, më të ndeshjen në video besoj se ka dalë bukur sepse dy ndeshje të dyja ishin të bukura, e para ishte luks për mendimin tim sepse fitova, normal. E dyta normal që mos më pëlqej se humba. Ja bro, golat kot fare që kam gërën a fundi, thash se e fitova për leshtë, sepse por që jemi më shkot nëse i ka legendari 4. I ka 4, vajta prap të lesh. Okej, shumë ide e mirë me thëndit, nuk mullë rank, kështë në tishë. Okej bro, gjithë si ka që po të ishte United Stand, do të kishë shprej flokës, më 5 minës në rovi, kam bërë një 10-5. Për të isha kave bro, ishte një video shumë bukur me thëndit, në varje lesh që humba, sepse humbi bro, për të humbër janë në fakt, s'kemi vetëm fitore, fiton 8-4, ja dhjem ratë. Kështu që bro, uroj të gjithë që si mund të këtë përqoj kjo video, që si ka përqoj për like, subscribe, koment edhe shemi në video në radhës. Bye bye.